detyrim kur nis fjalën të thuash që është kënaqësi. Por unë vërtet kam shumë kënaqësi që gjendem sot këtu, së bashku me presidentin e Komitetit Ekonomik Social Evropian, zotin Robke. Mund të them me mikun ton të dashur dhe me mikun e dashur të Shqipërisë, Oliver. Të gjendem këtu për këtë takim çelës të këtij komiteti të përbashkët këshillimor midis Shqipërisë dhe midis Komitetit Social Ekonomik Evropian. Ne e vlerësojmë këtë veçanërisht sepse fal mënyrës së hapur e gatishmërisë së presidentit dhe ekipit të tij, jemi mirëpritur brenda kështjellës së Brukselit, si të barabartë, dhe madje na është dhënë mundësia për të ndjerë se si është kjo ndjesia e të qenit i barabartë në këtë kështjellë, kështu që kjo është diçka shumë e veçantë. Nga ana tjetër, jam entuziast vërtet që komiteti do të shërbej për qëllimin e ndihmës, për qëllimin që të nxit aktorët tanë të rriten dhe që të bënë një pjesë e rëndësishme e antarësisë së Shqipërisë dhe pjesëmarrjes së Shqipërisë në jetën e familjes evropiane si antare e barabartë shpejt, shpresoj dhe dëshiroj. Ka qenë një rrugë e gjatë, siç u përmend me elegancë nga presidenti, me shumë situata ku e gjetëm veten të mbërthyer. Por më duhet të them që tashmë po lëm apo po jetojmë në një moment në kohë ku Brukseli dhe Bashkimi Evropian na kanë surprizuar me vullnetin e tyre mjaft të fortë e gatishmërinë mjaft të qartë për të na marrë brenda. Kur kujtoj prej herës së parë kur e nisëm këtë rrugtim të gjatë, më shumë se sa 30 vjet më parë, është hera e parë, pra që kur kujtoj që yjet tona janë në një linjë me yjet e Bashkimit Evropian, jo vetëm sa i takon të ardhmes e perspektivës, por edhe sa i takon së tashmes, sepse sigurisht që Bashkimi Evropian ka qenë shumë i kujdesshëm të thotë që vendi ynë është në Evropë, një ditë do të jemi në Evropë, që horizonti është vendi ku do të bashkohemi, por nuk e kemi ndjerë kurrë atë që ndjejmë së fundmi, gatishmërinë për ta bërë këtë realitet, se për ta bërë realitet tani. Sigurisht, kjo lidhet jo vetëm me punën tonë të mirë, por edhe me situatën e përgjithshme brenda kontinentit tonë dhe përtej tij. Por ajo çfarë përpiqem t'ju them çdo ditë bashkëpunëtorëve të mi dhe njerëzve është që dera është hapur. Duhet të përfitojmë nga ky shans dhe të bëjmë maksimumin për të qenë brenda kur kjo derë të mbyllet sërish, sepse ne e dimë se si funksionon. Kështjella hap dyert dhe pastaj mbyll dyert. Dhe ka nga ata që kanë qenë më të shpejt që kanë hyrë dhe e kanë gjetur brenda veten kur dera është mbyllur dhe ata që kanë mbetur jashtë. Ka shumë njerëz që sot përpiqen të thonë që nuk do të ndodhë dhe që ajo çfarë
Po përpiqemi t'ju themi që duhet të mobilizohemi, duhet të bëjmë më të mirën për t'i vënë të gjitha energjitë në këtë drejtim. Është thjesht një iluzion, thon, apo është propagandë, apo ku e di unë se çfarë, sepse nuk ka ndodhur në 12 vjet. Atëherë pse duhet të ndodhë në 4 vitet e ardhshme, por sigurisht këta njerëz nuk janë mjaft të mirë informuar që Mali i Zi i ka çelur negociatat që në 2012-ën, Serbia i ka çelur që në 2014-ën, Maqedonia e Veriut kishte një emër tjetër kur u bë vend kandidat në 2005-ën dhe sot ne e gjejmë veten tonë në pararoj pasi çelëm negociatat vitin e kaluar dhe këtë vit, siç tha zoti Ropke, kemi një shans të mirë që të hapim të gjithë grup kapitujt. Ndaj, është ky moment në kohë me të cilin ne duhet të merremi dhe nuk mund të jem mirënjohës të kaq dhe kam vërtet për presidentin, për ekipin e tij që me qira fjala më duhet ta them kanë edhe një buzëqeshje krejt ndryshe nga buzëqeshja tipike zyrtare e Brukselit, është ndryshe. Ndoshta sepse punojnë me pjesën më të lirë të shoqërisë evropiane, që është shoqëria civile, sindikata. Duhet të jetë shumë interesante që të jesh një sindikalist, sepse ke shansin të thuash çdo gjë të keqe për qeverinë, por në fakt nuk e ke për detyrë që të ndreshësh asgjë që qeveria ka për detyrë të ndreshur. Doja të isha një sindikalist dhe jam i sigurt që do të isha dhimbja më e madhe e kokës e qeverisë që drejtohet me unë. Megjithatë, I really want to conclude by saying that duke thënë President Röpke is one of Albania's dearest se presidenti Röpke është një prej miqve më të dashur të Shqipërisë, e kolegëve, e po kështu është jam i sigurt fati më i mirë që na ka rënë, sepse ai shpejt do të zëvendësohet, por ajo çfarë ka ndërtuar shpresoj që nuk do të shkatërrohet, por do të shërbejë si një themel për të ndërtuar më tej. Dhe rrugtimi ynë është një rrugtim të cilin e konsiderojmë si një bekim unik, e që vjen me faktin që jemi në zemrën e Europës, e që mund të shfrytëzojmë të gjitha njohuritë e instrumentet e Bashkimit Evropian për të punuar dhe për të siguruar që të jetojmë një transformim të thellë. E them gjithmonë që kur kthehesh në të shkuarën e Shqipërisë dhe përpiqesh të gjesh se kush ka patur një të shkuar krahasueshme me tonën sa i takon dhimbjes errësirës, të duhet të dalësh jashtë Europës për ta gjetur këtë. Ka ngjashmëri me vende ku Europa dhe bota perëndimore është përpjekur të ndryshojë rrjetën e historisë, por ka dështuar Afganistani, Iraku, apo çemër të doni, por unë besoj që arsyeja kryesore se këto ndërhyrje kanë dështuar nuk ka të bëjë me atë që thuhet zakonisht. Mendoj që arsyeja kryesore është se këto vende nuk kanë bekimin që të jenë në mes të Evropës dhe që të kenë bashkimin evropian në derën ngjitur që ju jep
state building, the knowledge njohuri, of dijen për ndërtimin e how to shtetit, build a dijen democratic për mënyrën state, se how si to build të ndërtohet institutions, një because shtet at the end it's all demokratik, si about të ndërtohen institutions, you institucionet, know it very sepse në well. fund And, fundit e gjithë fjala është për institucionet. without the European Dihet shumë Union, mirë dhe without pa this, Bashkimin huge Evropian source of dhe knowledge, pak të burim të I'm jashtëzakonshëm sure that, dije. based on our Jam i history, sigurt based që on, mbështetur në historinë tonë, what we have been given from mbështetur në atë from çka our history, would never na be është able to dhënë be nga historia where we are jonë, today. kur nuk do të ishim në gjendje Yes, të ishim ku jemi sot. Po, got free 5 years ago, u but freedom is one thing and democracy is dolëm another. të lirë, 30 And, e kusur vjet më parë, por liria I është diçka dhe believe that demokracia if është you diçka take tjetër. out the European Kështu Union që from the besoj se picture po të nxjerrësh and nga try to tabloja imagine Bashkimin Evropian dhe të përpiqesh të Albania would be përfytyrosh today, se çfarë do it's të ishte impossible to Shqipëria believe sot, është e we would be pamundur where we are. të besohet që do Of të course, ishim we këtu have ku a jemi. lot Sigurisht, more to do, kemi edhe shumë më tepër për të goes bërë. without saying, but Kjo është afërmendsh. the reason why I'm praising Por so much the arsyeja European pse Union po is e to përgëzoj kaq consolidate shumë myself and to Bashkimin consolidate Evropian the është të others ngushëlloj veten e të about ngushëlloj të the tjerët pains that you për have to endure when you have to deal with dhimbjet European me Union. të It's cilat not- duhet it's përballur not, kur duhet të merresh you me know, Bashkimin Evropian. the end A nuk is positive, është, but fundi the është journey pozitiv, is not por so rrugtimi positive, nuk you është know, kaq so, pozitiv. the journey is quite Pra, painful, rrugtimi yes. është mjaft i dhimbshëm. You have to go through it. Por And, të we duhet are ta trying and we are kalosh. Dhe ne succeeding po përpiqemi, during the pain po ja and dalim me in sukses giving ourselves në all the përballimin reason e dhimbjes keep dhe going without giving up. po japim vetes të And, gjitha arsyet për të ecur përpara pa u dorëzuar. Gathering today Dhe ky takim sot pleases me and pleases us, I'm më jep sure, very mua much, kënaqësi because e na it's jep a neve concrete- kënaqësi shumë it's a concrete sepse picture, it's a është një concrete, tablo konkrete, event është një of how it feels to be ngjarje together and konkrete what does it mean to be që together. na bën të And, kuptojmë se si ndihesh Mr. ti je së President, bashku for having dhe si ndihemi që jemi been së a bashku. true Faleminderit trade zoti unionist in president breaking që the keni Brussels qenë një glasses. si